Tani. Po të ndash tani Gradaçela, për shembull, zoti Gjoni, që nuk i ke ti, kjo qenë në pushtet quhet. Po nëse më shkruan njerëzit ton, disa njerëz ton nuk të lënë ta urresh. Duan ta urrej me Tiranën dhe nuk të lënë. Nëse ka në Gradaçel që përket Partisë Demokratike mund ta deklarosh. Po jo partisë vetëm si forcë politike, se s'ka Jo partisë, më zotëri, jo. Edhe ata nuk i kanë emër partisë ato. Hoxha, Tani, nëse deri në këtë moment që ka shkuar goxha, janë 3 javë, kemi hyrë te java e 4. Nuk është kuptuar që mesazhi i asaj proteste, që ajo protest është ai elektorati i gri që i mungon opozitës për të përmbysur mazhorancën. Deri tani ky ka qenë elektorati i gri. Kjo mungonte. Po të kishit dhe këta me vete, e kishit rrëzuar se kishit lënë 4 mandate Edi Rama. Por këta mungonin, dhe këta mungonin sepse diçka nuk shkonte aty. Vim te pjesa tjetër. Ka njerëz që kanë dalë sot dhe nuk janë pak. Por që të qëndrosh 22 ditë me radhë me atë lloj pjesëmarrje, ne i dimë se si ka bërë protestat Partia Demokratike, ka rezistuar në ditën më të këqija, ka rezistuar. Por sot jemi para një faktori të ri, një faktor i cili po defaktorizon edhe mazhorancën, edhe opozitën. Ka hyrë një operator i tretë në qarkullim. Kështu duhet të lexoni. Ju çfarë do të bëni? Do ta lini që ky faktor i tretë të fuqizohet dhe të marrë përpara dhe juve bashkë me pushtetin, apo ju do të bëni aleat të tij, të rrëzoni një Ramën dhe pastaj të ndani pushtetin. Në këto momente, ato qytetarë që shohun atje, një pjesë e mirë janë demokrat, janë elektorati juaj. 60% të zote Hoxha. Nuk hyte përqindje, por një pjesë janë tuaj. Dhe fakti që ata dalin aty, do të thotë që ata i bashkohen kësaj kauze. Fakti që socialistët vinë aty, do të thotë që socialistët janë pak kënaqur. Dhe fakti që aty është stresa e mesme e këtij vendi, ajo që ka mbetur. Tha zoti ministër pak. Jo, treta është me vërtetë. Një minutë. Tha zoti ministër pak më parë që nuk priten më pyet. Po nuk priten pyet se s'ka kusht i pres. Nuk është se kemi vënë rojë dhe përojnë pyet. Po kemi larguar të gjithë banorët e zonave rurale nga pyet. S'ka kusht i pret në aty. S'ka më njerëz për të pyet. Pra, ky është fakti. Dhe të gjithë ata që kanë ikur që prisnin pyet, emigrantë, futit gjitha bashkë, janë aty tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, që ai ka dhe emrin shumë simbolik, dhe ata njerëz aty sot po ja u bëjnë të qartë, apo ja u tregojnë. Ora ka hyrë elefanti në dhomë, çap masash do merrni, nuk mund të injoroni më se keni për deri dje. Nëse doni që të mbeteni në lojë dhe që të vini në pushtet. Gjithmonë për këtë flas. E para që Partia Demokratike... Vetëm një sekondë, që ta kthesh përgjigjen bashkarisht se të mos bësh dy përgjigje. Okej. Që Shqipëria e 2026-ës nuk ka lidhje me atë 2011-ës, dëshmia më e mirë është ajo protest. Kush? Ajo protest. Kjo protesta që 26-a sot. Ja një sekundë, se dua të them disa gjë. Pra, kjo është e para, ku shteti me pjekurinë e një shteti demokratik jo i sulmon, po i ruan dhe u garanton të drejtën e protestëve dhe nuk i vret në lulet ballit, e para. Kjo është dallimi i parë. Ta shohim se do mbaj nervin. Dhe protestuesit... Sa t'jenë zvërnec? Se ditë e parë i gjujtën me ujë. Dita e 22, jo, ajo ishte një tjetër histori. Te kalim komplet. Sa i përket ndeshjes, kishte një situatë delikate me ekipin izraelit. Tjetër gjë. Mos të hymë aty. Dhe e tjetra u takon protestuesve që të kenë të njëjtën përgjegjshmëri, ndërsa protestojnë që mos të shkojnë dhe të bëjnë dakord edhe dhe mbeturinë mas jam duke folur për ata pak veta që janë të gatshëm të bllokojnë dhe rrugë, janë të gatshëm që të bëjnë dhe vepra penale, etj. Kjo është një tjetër. Prandaj unë po them që kjo është Shqipëria ndryshe dhe është një Shqipëri e para. E dyta, jo, po s'kemi kohë. Po kemi kohë, për këtë që do të themu se janë aty do të përgjigj. Dakor, po thuaj edhe ta të rinjtë sotëm, zoti Rakipi, këta të rinjtë që janë atje, këta nuk maten me veten e tyre 10 vjet përpara, siç po përpiqet zoti Gjoni të matet me veten e vet 10 vjet përpara. Këta maten me të rinjtë në Poloni, këta maten me të rinjtë në Bullgari, dhe sfida e shtetit ligjor në Shqipëri është pikërisht që të përmbushi këtë hendek. Pra, ajo çfarë ne kemi bërë në këto 13 vjet, me sa duket, për një pjesë të madhe të shoqërisë është e lavdërueshme dhe na voton, për këtë pjesë është e papmjaftueshme. Dhe ata kërkojnë dorëheqjen. Ajo çfarë duhet të them është,
Duhet kuptojmë, dhe këtë prisja nga kolegu im gjyqtar, që të thoshte çdo kërkesë politike në një shtet demokratik duhet të marri vetëm rrugën e ligjit. Qytetari ka mundësi dhe mjete ligjore për ta çuar kërkesën e tij drejt përmbushjes dhe së ndërtimit. Natyrisht, ku pjesë e këtë drejtave të tij është dhe e drejta e protestës, të cilën po e bën dhe të cilën shteti ligjor po e zbaton. Këto do të thoshja unë. Kjo Tiranë. Zoti Gjoni, shumë përmbledhsa se kam ata të rinjt krahasoj me të rinjt. Jo të lutem, se kam pyetje tjetër për ju për lëvizjen, se ka dhe njerëz nga brenda jush. Dakor. Po, shumë shkurt. Po. Tani që Partia Demokratike nuk e kapi momentin, bashkohem me zotin Gjimnishti për një arsye shumë thjeshtë e kapi me vonesë. Po që Partia Demokratike është në njëjtën gjatësi vale me gjithë momentin të cilët sot protesta ka ardhur, kjo padyshim që çdo njeri sot besoj që e kupton dhe e lexon. E dyta, që është shumë e rëndësishme, është që ajo protestë është sidomos e ditës shtunës dhe shtunës tjetër që do vije, do jetë një nga protestat më të mëdha mbar kombëtare. Undërpre, edhe njerë një përpjekje, lutem, bëni një përpjekje në qoftë qa problemi pati drejt. Ndërkohë e kalon ministri se ngeli Ministri. pre fjala. Atëherë në qoftë se do ndryhi për të thënë, bëni një përpjekje për të rilidhur. Jo këtu, jo këtu, jo. Meg, jo këtu, te kjo pjesë. Mbaruam këtu. Jemi në një moment tjetër. Po. Brenda pëse s'kan filluar edhe për kënaqësi. Ere dakord me mua për analizën për të rinjt? Jemi dakord, mor zotëri. Por edhe po të mos jem dakord unë nuk të kundërshtroj ti atë. Është jenë dakord ato që janë atje në protestë. Ata që dëgjojnë, edhe ata që janë protestë dëgjojnë, po janë dakord ata, jemi në rregull. Bëni një përpjekje, bravo. Po, jam. Të lutem, sa më shkurt. Po. Po, shkurt. Dhe unë them me plot bindje që nga njëra anë shumë mirë që u shtyr dhe mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që Partia Demokratike të vejt pikat më i, duke marrë shkas edhe nga protesta e cila ku zhvillohet dita ditës në bulevard. Sepse ne duhet të nxjerrim dhe të përthithim jo vetëm idetë të cilat kjo protestë po i zhvillon dita ditës, por njëkohësisht edhe individ të cilët normalisht kërkojnë që t'japin kontributin e vetëm në Partinë Demokratike. Dhe ne jemi të hapur për këtë. Dhe nuk jemi refraktar dhe nuk themi, por ama në këtë moment që protesta ka ardhur, kërkon zgjidhje politike. Dhe ne jemi për zgjidhje politike. Me që ju nuk do t'jeni me dhe unë do t'ju them faleminderit natë e mirë.